Çka ka ndodhur diçka nga agjencia kosovare për antidoping, 2 lojtarë. Po. Çka ndodhi realisht pas asaj? Po, kjo vitet e fundit u bo e shpesht, nuk është që kanë bo dje këta dhe... A keni qenë të pare da imrun para kësaj? Po, faktikisht kur më rinë në lojë, në salë, ata shoqen, janë shoqë të one, janë prezentu, kanë thonë që mas lojës njënin për lejtorve do të ndollet, po normalisht nuk të regojnë se cili, se në ashtas vetë nuk e din, edhe kjo më bërë bos performancë që asoj loje, e mbrome për onës të gallë Prishtinës të konë ndol Adrio Bejli, aje pat një pjesë dytë fantastike, po është problemi që po do të me nejtë në stop me to deri sa të krynë këtë procedurat, ajo zxat, ata djam e kanë obligim me nejtë ato deri të kryet, në momentin që e marrën deri të kryet. Sa zxati, afërsisht pas ndeshës për 2 orë? Po, pak ma shumë se 2 orë. Pak ma shumë se 2 orë. Edhe ke që treneri vendosi musponis pej Prizrenit, këtë ekipa kena me prit, e ka qëtë princip, një për këtë për një, janë detyru këtë lejtarët me na prit, deri sa ka përfundu, ma shumë filloj me morë kesh për lejtarët që na pritin, se për mua për to që qëndrejshëm, se na më shumë e bëllë zxedhe më këthy në Prishtinë me taksë për shamur, po treneri tha, jo, tha, na jena ke, pa këtë na më këthy bashkë,